Në kishën shekullore të Shënxhonit në fshatin Rashkullaj të Malësisë së Madhe është mbajtur mesha e shenjtë, që përkon me nisjen e 13 të martave të shëndohet. Mesha e shenjtë u kremtua nga arqipeshkvi i Shkodrës, Imzot Giovanni Peragjine. Në fjalën e tij, Imzot Peragjine tha se kemi dëshirë për të dëgjuar fjalën e Zotit. Sot në shoqërinë tonë kemi nevojë për njerëzit që jo vetëm flasin, por edhe veprojnë mirë dhe duhet të japim shembull, u shpreh Imzot Peragjine. Besoj që të gjithë ju që jeni sot këtu, edhe duke përmbaluar ftoftin që kemi sot, kemi më shumë dëshirë për të dëgjuar fjalën e Zotit. Kemi më shumë dëshirë të qëndrojmë si apostujt të këmbët të Jezusit për të dëgjuar, për të mësuar për fjalës së tij. Jemi edhe në kohën e kreshmeve, mos harroni. Kemi filluar një udhëtim të veçantë, që kisha na ka dhuruar që ne mund të ripërtërisim besimin ton ndaj Zotit. Atëherë kemi shumë dhurata prej kishës, shumë dhurata prej Zotit, që ne mund të rizbulojmë gjithmonë më shumë besimin ton, ose më mirë do të themi identitetin ton të krishterë. Nuk jemi të krishterë vetëm kur shkojmë në kishë. Është shumë e lehtë që shfaqim që jemi të krishterë, që dëshmojmë që jemi të krishterë vetëm kur shkojmë në kishë, kur e lutim Zotin. Por kur jemi në shtëpi, kur jemi në punë, kur jemi në vende të tjeret, e dëshmojmë me vepra të që jemi të krishterë, në qoftë se mundohemi të jemi të krishterë në çdo situatë, atëherë do të jemi në të vërtetë dëshmitarët të Zotit. Kemi nevojë atëherë, vëllezër e motra, të qëndrojmë vazhdimisht në dëgjimin e fjalës së Jezusit. Kemi nevojë gjithmonë të ushqehemi me fjalën e tij, me korpin e gjakun e tij, me sakramentet. Sepse më shumë jemi të bashkuar me Krishtin, më shumë do të mësojmë e marrim më fuqi për të dëshmuar në jetën të përditshme çfarë besojmë, çfarë shpallim. E ne kemi nevojë sot në shoqërinë tonë, jo vetëm njerëzit që flasin, po kemi nevojë njerëzit që veprojnë mirë. E ne të krishterë, do të ndallohemi prej njerëzve të tjerët. Ne të krishterë do të jemi një dritë në shoqërinë tonë. Ne të krishterë do të jemi udhëheqës në shoqërinë tonë. Do të japim shembull, do të japim dëshmi, jo sepse jemi njerëz më të mirë, por jemi njerëz të shoqëruar gjithmonë me fjalën e Zotit. Jemi njerëz të ndriçuar gjithmonë me fjalën e Zotit. Në mesh merrnin pjesë besimtarë të zonës, por edhe më gjerë.